Në qytetin e Klinës sot është mbajtur një prezantim me rëndësi të veçantë për prindërit dhe fëmijët me çrregullimet e spektrit autik. Ngjarja organizuar me qëllim të informimit të vetëdijsimit për ndikimin që ushqyera e shëndetshme ka në zhvillimin dhe përmirësimin e gjendjes së këtyre fëmijëve. Prezantimi u mbajt nga Fatjona Gashi, farmaciste dhe nutricionistja e parë në qytetin e Klinës. Tema trajtuar ishte ndikimi i ushqyerit tek fëmijët me autizëm dhe çrregullimet e tjera, ku morin pjesë edhe nënat të fëmijëve me autizëm. Gjatë fjalës së saj, nutricionistja Gashi theksoi rëndësinë e një diete të pasur me vitamina dhe minerale si faktor që ndikon pozitivisht në mirëqenien fizike dhe emocionale të fëmijëve me nevoja të veçanta. Një dietë e pasur me minerale dhe vitamina të ndryshme mund të ndikojë në përmirësimin e simptomave tek fëmijët me autizëm, gjithashtu edhe kontra një dietë që përmban ushqime me produkte gluteni ose laktoze mund të ndikojë në çrregullime të tjera të tyre gastrointestinale. Sipas saj, ushqimi i duhur mund të ndihmojë në përmirësimin e simptomave dhe rritjen e funksionalitetit të përditshëm. Ky prezantim u realizua në bashkëpunim me Qendrën e Kujdesit Ditor në Klinë, e cila ofron shërbime logopedike dhe mbështetje sociale për fëmijët me autizëm. Për prindërit dhe kujdestarët, kjo ishte një mundësi për të marrë këshilla praktike dhe profesionale për kujdesin ushqimor që ndihmon në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve të tyre.